A varur apo dikush tjetër? Ka përshtypje që ai është. Me gjatë si ju debatu zjarrt, po dojnë njerëz. Okej. Thot, a më e rëndësishme është karakteri unitar i shtetit apo lirit dhe të drejtat e qytetarëve? E dëgjova pyetjen? Po, e dëgjova, unë e kam qahet. Po? Unë absolutisht unë mendoj që të drejtat dhe lirit e njeriu dhe qytetarit. Janë para unitetit shtetit. Para karakterit unitar. Sepse na dim që Evropa e sotshme, domethënë. Po do të më kriju si një njësi, domethënë, që s'është me karakter unitar, po mbi standardin e drejtarit njeriut, qarkullimin e lirit idejve të mëdha, kapitalit që regione. Prandaj unë mendoj që Kosova, dhe e them këto, me një komunë, me do drejta ma shumë, njeriu dhe qytetarit nuk humbë. Kosova humbë pikërisht me shkelme që nuk të standarde. Okej, gash për ty? Të njëjtën sikur zoti Matoshi mendoj. E mendoj të njëjtën? Po ky që ka moment historik? A e shënojmë këtë moment historik? Pajtohet Gashi dhe Matoshi, lajm urgjent, raporton Gazeta Bleze Çollakut. Se dia do ta raportonte tani. Më herët e di që e ka raportuar. Rinor Ismet Krasniqi, i cili është një shikues i rregullt i këtij emisioni. I ka bë dy pyetje, dyja do t'i adresojmë, sepse nuk kemi edhe shumë kohë. A mendoni se seanca e nesërme mund të provojë shkelje serioze të kushtetutës, sidomos në raport me nenet që rregullojnë shumicën parlamentare, propozimin e kryetarit të kuvendit dhe të drejtën për të formuar institucionet? A jemi në prag të një precedenti të rrezikshëm për demokracinë parlamentare në Kosovë? Drenor. Kjo është një pyetje hipotetike. A mendoni që do të ketë shkelje? Kur zotriu që më bën pyetje, me gjithë respektin, i ka lexuar rregulloren dhe ligjin, a mendoni që ata njerëz që e përgatisin seancën nuk i din ato çështja, prandaj është një pyetje si tam sugjestive që nuk i kam në përgjigje. Jo, po nëse edhe shtyhet dënor, e nëse mbetet brenda afatit kushtetues nuk ka shkelje. Po, Kosovë se ti e më me eksperiencë ka kuvendi? Nuk besoj që mund ndodhë ndonjë shkelje, sepse s'ka hapësinë as teknikisht as më ndodh. Ajo çfarë realisht na se prekë, me që unë mendoj që mund të jetë një nga opsionet është çka nëse opozita, duke pas parasysh deklarimin e zotit Abdigjiku, se nëse ai nuk i ka 61 vota për kryetar kuvendit, pse duhet me vazhdu tutje, nëse qohet tek gjykata kushtetuese, çështja e zvarritjes së zgjedhjes. Gjykata kushtetuese qohet vetëm nëse këta nuk e propozojnë emrin e kryekumentarit. Zvarritja e zgjedhjes kryetarit të kuvendit, kryetarit, nëse dërgohet në kushtetuese, kjo pastaj do të krijonte një situatë këj tjetër. Por këtu problemi është se tani sa kohë do i duhet gjykatës për të kthyr përgjigje, kjo është pak problematike, edhe pse mos harrojnë që me rastin e zotit Hoti ka qenë goxha e shpejt në atë kohë kur e rrëzun qeverinë. Në zgaboj ka qenë një javë. Edhe një pyetje tjetër, po ashtu nga Rinori, thotë, a ka drejt opozita që pa një program të përbashkët e pa një shumicë unike ta bllokojë funksionalizimin e institucioneve duke u bashkuar vetëm për të ndalur një subjekt që ka dalë i pari me 48 deputet dhe program të unifikuar. A është kjo demokracia apo bllokade qëllimshme politike? Parashtrohet pyetja zotit Sadik Zeqiri. Ja, partitë opozitare s'mundën me bllokue. As zgjedhjen e kryetarit, as kuvendin, as nëse i ki votat, normal. Nëse i ki votat, nëse i ka 61 votat. Jo, po këtë i pari, thotë 48 deputet. I pari duhet me propozu. Nuk ka si sot deputet i ka me vëndësi u ka, apo do me bo qeveria jo. Mos filozofojmë shumë. Jo me sigur talen, veç nëse bëhet një qeveri, VVPDK hecë marë, për ndryshe. VV-ja, me qëto minoritet, as që ka me propozu, as kryetarin e kuvendit, as qeverin, as orën 8 në herë për mos të kutën. Presëm që atë orën 8 në herë. Kalaj orën. Ka që kam i bo, se nuk... VV nuk e propozon hiç kryetarin nëse nuk i bën numrat. Para orës 8. Në fakt pas orës 8. Po, opozita në kuptimin procedural demokratik nuk mundet me blloku institucionet. Po, nëse flasëm pa dorza. Orë ke ndorë në Albin Kurtit, donë me bol shime. Aty në kërkesave që na po i çujmë, jo parimore dhe me bo qeverinë ose na çun zgjedhje këto dy alternative. Sabri Rahmani nga Gjermania, nga Baden-Badeni. Thot profesor Arsim Bajrami vitin 2016, e thot bukfali se kushtetuta nuk i lejon partit tjera me formu qeveri përpos partisë fituese.
Po nëse dëshiron ta çojë Jo, në ka një vëmë se gjykata kushtetuese ka vendosur ndryshe, ka vendosur që nëse s'moni pari mundet i dyti. Shkojmë tutje. Shkojmë tutje me pyetje tjera. Po ka i vën shumë edhe Arsim Bajrami, se pas ka përmirësu. Jo, po kjo Update du të mja bo. Ja, ka mojt mend deklaratën. Deklarata Ersin është Bajrami. para vendimit Deklarata Po gjykatës. dhe para vendimit, e qartë. Edhe është simpatizant i vetëvendosjes Kur? si kush sikur ata Ai që si Alin, mi si votuar. Alin. Okej, krizë ngërç apo zgjidhje shpejt gjatë të nesërmes ose ditëve në vijim për ty? Jam shumë skeptik, besoj që mund të ketë krizë. Mund të ketë krizë. Pra jo nuk pret zgjidhje shpejt. Jo. Ti Drenar, Unë pres zgjidhje shpejt. zgjidhje shpejt. Kosovë, Edhe unë pres ngërç, pres krizë nuk do t'jeta që thjesht sa gjonat kryer me na ditë. shej gazetari profesionist që do i merr dy palët e lën çdo herë mundësi të hapur, nuk deklarohet kështu direkt krizë ç'krizë. Po ty sa tek ti si gazetar, botues, analist, komentator edhe ishi burgosur politik, çfarë mendon ti? Pres kriz. Krizë. Po ju zoti Me ta unë e Matoshi. kumë thonë vazhdimisht që asë një interes se asë ma të voglin Albin Kurti me bo qeveri nesër s'ka shfaq. S'ka shfaq. Asë një. Asë një deklarat, asë një fjoll, asë një fjali. Deri me sot se ka onë që o interesu me bo qeveri nesër. Jo, Lela është Tani, e para shumë, Kurti se mund edhe ta bëjë qytetarët ka qeverinë takuar me në këto momente që po deputet. flasim vetëm se është poenta e shkeljes së parimit na dhe ata. Dhimbta madhe, spaku unë e konsideroj që dhimbta madhe në këtë rast jo e zotit Matoshi, po e zotit Kurti, është që ta shkel parimin themelor a qohët politikani si Albin Kurti dhe vetëvendosja si parti politike të baj koalicione dhe si do të shifej ajo në kontekstin politik, natyrisht, jo vetëm në vot, po edhe në shpresë, edhe në bindje, jo vetëm të votues të vetë, po në frymin e përgjithshme politike, a u qu edhe Kurti, edhe vetëvendosja, mu bo me këta, po a janë këta tash qata? Këto është ajo me Albini dyshja, alo me ajo me elektorit vetë dyshja, doshi. edhe ai Albini dyshimi mund me ashit. që është ka e vonon. Albini gjithçka mund me shit halo elektoratit vetë. Zotit Matoshi pidokët që s'po mund. Ai nuk e ka këtë problem se ta ban për 1 sekond. Një Po e ka- arsye pse e ka dërgu letërën vetëm te zoti Abdigjiku për mendimin tim është ky problem, që ai nuk është interesuar me pas njerëz si zoti Limaj e kaluara e tyne më mi pas. Dhe deklarimet politike bindjet ka uza që ka ndërtu. Ftesa le të kesu konë veç bluff, kjo u mu e vesh. Mund konsiderosh. Edhe te elektorati vetë zoti Goshi që pe përmenti, Albin Kurti është i aftë halo me shit gjithçka. Amo bashkë Sos gjithçka. pun shitja e. Por, ftesa po le të kenë u konë pikërisht legjitimimi i marrjes së nismes në Po, koalizat, mendon sepse a ditë tash fjali që ako mon, i luta nuk erdhen. U modesht me bo qeverin, me i dhonë ty bandit nuk e di, qeveri, ty mund sepse të analizosh. sovrani ka vendosur që unë me kriju qeverin që ka, Qa s'ka edhe letë e vendosa? ka. Jo, ku je fituesi i madh, letë është be. Nuk e ka kënej problem. Problemet ma Sa bora që e ka ka shlet, jo. konceptuale, sepse Po, prandaj. shtetin e ka shëndru në që. Jo, konceptuale Qa ty lidhur me problemi? atë qëndrime që i ka pas kundër këtyne partive politike. Jo konceptuale shka ka po me shtetin. Së paku unë mendoj ashtu, ti ki drejt analizor Okej, ka a ja lëm kështu pra që konfirmimin ta marrim nëpërmjet lajmeve. Jo, nëpërmjet lajmeve të në portal ose në gazetën 10, ndërkohë që transmetimi direkt ta bëjmë nesër nga ora 8 Sadik. 1 minutë në 8. Veç nesër në të jetë dhe Sadikun, mos më të mu. Jo, Arbeni duhet të Në zoti Matoshi nesër Çipsa Kikirika Champions League nesër Jo, në në shyrë mbrëmje. televizor. Jo, mëngjesë. Përgatitet për mbrëmje. Zadiku. NBA play-offi su shkry. Chicago Bullsa te kanë me lujt. 16-ën. Se dikur ishte Bayerni me Interin, të marrë nesër. të marrë apo të bërgoj. Bayerni edhe Reali janë mas nesër. Mas nesër Alini do të kërkoj pushim. Vendin e 20. Sigurisht që kisha thonë me koni zonë që të mbrëmje këtu. A më majta Miami Ko 20. pushimi, do të Okej, tejtë në Sadik, seanca e nesër do ditës. ta shohim. Nesër do të jetë testi i parë. Do të jetë me shumë rëndësi, nëse zoti Kurti, ky zotëria në sfond do e kaloj këtë testin e parë ose jo, se bu prish televizori aty se dita kush është transmetim. Kosovës faleminderit shumë për pjesëmarrjen.
Sadik nesër në orën 8 tutje do t'jemi së bashku, pas një diskutim. Nëse bëhet zoti Limaj kryetari i kuvendit, do ta ketë fatin edhe një 5-6 muaj me qenë edhe u doj presidentit Kosovës. Kështu që Limsi bjen mirë. I bjen mirë, Kur karrierë politike është okej. respekt. Faleminderit shumë zoti Matoshi. Faleminderit juve. Drenori dhe Gashi, po ashtu nderime dhe vlerësime, dhe mbi gjitha juve, zonja zotri, që natyrisht e zgjedhni politikën, për t'ju informuar, për ta parë debatin, për ta kontekstualizuar zhvillim politik dhe jo vetëm. Ju le takim nesër, natën e mirë.